Ndjekim historinë e saj. Sabina Karishik Hasanaj është një grua me histori të veçantë dhe një pasion për artin. E lindur dhe e rritur në Bosnjë, ajo është martuar me një shqiptar nga Prishtina, gjë që e ka afruar edhe më shumë me kulturën dhe gjuhën shqipe, të cilën e flet rrjedhshëm. Për Sabinën, të mësuarit e gjuhës shqipe ka qenë një sfidë e madhe, por me durim dhe përkushtim, ajo e ka arritur me sukses. Për mu ka qenë shumë vështirë se neve bosnjakëve nuk shojnë bashkë gjuhët si kur juve shqiptarve, po me ndihmën e kolegëve, familjarëve dhe me ndihmën e njerëzve, kom fillu edhe une me mësu edhe çdo ditë po përmirësoj veten edhe në atë aspekt. Mos vetë tash edhe atë prapë në shtas muj me thonë dhjepra. Po, prapë apeshet se gaboj. Shumë interesant me këto gjuhë të huja, me thonë tash të huja, po se kom fillu edhe me mendu tash në gjuhën shqipe, kom fillu me haru gjuhën amtare, po nuk po ankon. Fillim për një me në atë vitin e parë 2004, kur kom fillu me punu me palt, 2005 kom fillu me palt, kom pas pak vështërsit, po njerëz më kanë ndihmu shumë, edhe më kanë kuptu, edhe dyqysh kur për këto 20 vitet punës që kom pas non-stop me palë në për terene, në për shatrat e Kosovës, edhe qytetet e ndryshme, nuk kom pas probleme njerëz. Adin, bile dyqysh më kanë afru edhe më kanë ndihmu shumë në atë aspekt. Në Malishev është shumë interesant, adin pak aty e kom vrejt që dalohet gjuha shqipe, se ka një farë dialekti pak ma eron. Normal edhe Gjakova e ka, po ata e kanë pak ma merë. Po më pëlqen. Me një dëshirë të madhe për të shprehur kreativitetin e saj, Sabina ka filluar të krijojë punime artizanale të ndryshme, kryesisht me en, ku shfaq talentin dhe mjeshtërinë e saj në kombinimin e formave dhe ngjyrave, dhe e gjitha nisi si një mënyrë për të larguar mendjen nga mërzia që ndjente. To që punoj si pundore nuk e marë si punë, se kjo është si një farë lloj relaksimit. Se punën ku punoj që 20 vjetë është pak psikikisht e vështirë, edhe kom pas edhe para 5 viteve një rast tragjik në familje, edhe u dosh diçka me gjetë që me punu me vetën, adin, mos me lëshu vetën, mos me hinë depresion. Dikur shkon të mjekët, të psikologët, une e kom gjetë qitë mënyrën, që kur shkoj në shtëpi mas punës, pushoj ka pak edhe mandej filloj me mendu çka me bo. Në fillim kom fillu me kutijat edhe me ngjyrosjen e kutijave të ndryshme, me tu bo dizajnet të ndryshme, po mandej kom fillu me gota, me ngjyrosjen e gotave, me tabaka, kriç kam bjen në men, përdori edhe boj diçka unike që është. Ajo përdor ngjyra pa kimikate për të krijuar punimet e saj artizanale, duke ruajtur kështu natyrshmërinë dhe sigurinë në çdo detaj. Punoj me ngjyrat e drunit, e ngjyrosi kutijat, se dhe ato ngjyra që e përdori janë pa kimikale, do me thonë përdoren natyrisht edhe në kuzhinë, që nuk është diçka e dëmshme as për shëndetin e njeriut. Për kutijat janë krit damas ngjyrat, për gjam janë disa llojet ngjyrave, cilat e përdori. Do, për shembull, mundesh me la edhe në maqinë, sikur kjo gota, kjo lahet pa problem në maqinë. Nuk i humbet ngjyra. Nuk hupet kur gjo. Kurse kjo, që është ngjyra transparente, është një lloj tjetër ngjyrës. Kjo nuk lahet në maqinë, po pa problem lahet në dorë, po edhe ruhet.
Por është e rëndësishme që anët të jenë me cilësi të lartë për të garantuar që punimet e saj të jenë të qëndrueshme dhe me një pamje të rafinuar. Kur e zgjeli gotat edhe sene që po du me ngjyros, gjithë shkoj e këqyri diçka ma kvalitet që është. Se dhe diqysh edhe e bën një dizajn a diçka nëse është gota e keqe, ta hup edhe atë mundin që e ki bo. Për atë arsye gjithë e këqyri do gotat ma kvalitet, edhe pse janë pak ma shtrejt, se ka gota shumë të lira, ka 3-4 euro, po unë e gjithë e këqyri që me kanë ma kvalitet edhe mundi që e bëj me kanë që shduhet. Ajo studioi në Turqi, ku edhe mori zanatin e punimeve artizanale nga gra turke. Se unë e kom studiu në Turqi, edhe atje gjatë studimeve, kur kisha kohë të lirë, risha me ato gratë në për shpijat, ata shumë punojshin senet pundore, gjithka punojnë gratë, edhe pse nuk punojnë diçka në shpije, a din edhe pak kalojnë ditën ma interesant. Pre atyne, atër, kom su që ka muj me bo me këto kutia, qysh e bëjshin ato, e kom su pre atyne. Po mandej, kom fillu edhe këtu do senet, zdia svetë, tu provu. Thash, pëse s'pe ngjyrosi edhe gotat, mandej edhe në Pinterest e këqyri ideja të reja. Për shembull, këto filxhanat, që e kom bo është përësi për një grumpe, këto për para kur s'më kishin rënë men me bo, adin, po duket interesant edhe njerëzve dhe diçka që nuk mundesh me ble gjithkon, po. Edhe me dash tjetrën me bo njëtën kur s'muj me bo. Për të krijuar një art të tillë, duhet kohë dhe durim. Ma shumë ti marrin kohë kutijat edhe këto tabakat. Se këto janë disa procedurat edhe ngjyrosjes edhe mandej fiksimin, zgjelljen e dizajnit ose mandej edhe fiksimin e ngjyrës, se për me mujt me përdor mos mu prish gjatë viteve. Ma shumë ti marrin kohë këto, po edhe kjo teknika që është pika-pika. Që kjo lyp shumë koncentrim edhe adin pak ma shumë merko, po kritë sene diqysh punoj me dashnin edhe as njona s'po mbjen vështirë. Ajo theksoi se çmimet e punimeve të saj janë të përshtatshme për kushtet ekonomike të Kosovës. Nuk janë shumë të larta se për shkak edhe pjesës ku jetojnë, nuk jena bashkë. Po. Se nësë për shembull gotat e ujit kushtojnë 20 euro. 6 copa. Se po shkojnë minimum, diqysh po dikujna diqka i pëlqen është ta s'ka mundësi bashkë me ble, ajdin, shumicën edhe kom bolë dhurata, ama shumica senet edhe jënë shqit, qështu, se njerës kanë qef me ble diqka veçantë. Ajo gjithashtu punon me lule duke i shtuar një dimension të gjallë dhe natyral punimeve të saj artizanale. Fillojnë mu prish lullet, ose kur jom dikun jashtë edhe kaloj rrugës, e këputi ka një lullet vogël, e qesën liber edhe pratë diri sa ajë thahet, se kritë në mënyra naturale pëjboj. Mandej pëjboj do sene që shtu, që qëto peonijat e kom që 2 vjetë që i kom thonë në për libra, se këto e këtu mund ishme ditë peonija e bardhë, e hupë në gjyrën e bardhë. Ama lullet që janë me ngjyra pink edhe verdh e mboj edhe gjyrën e vetë. Edhe pse mundi i saj shpesh nuk vlerësohet sa duhet, ajo gjen kënaqësi dhe përfitime të tjera në pasionin dhe krijimtarinë që i sjell puna me artizanatin. Për momentin nështë nuk vlerësohet sa duhet, po e kom vrej që njerës kanë fillu edhe edhin do senet për para jam vlerësu shumë, për shembull një gjemper kur ti ka bon nana ose dikush e ki bajt me vite edhe suprish. Edhe ajo u konë diçka veçantë. Po përsho që tash që kam fillu prap njerës a idin mu këthy në ato senet pundore,
Po, çka është mirë te kjo puna, është mirë që gjithë e ki një sen diçka me bo, me kriju, edhe e ndin veten shumë ma happy, ma e lumtur, ma e relaksume. Edhe ma pak harxhon kohën telefon, senet pa lidhje, a e din, bile nëse përdor telefonin e përdor për diçka që mund është me mësu, e jo veç me këqyr kush ka shku me shetit, kush ka hongër qka, e din, mos me hup kohën senet që nuk e mëson diçka në fund ditës. Në fund të ditës, ajo di se vetë përpjekja dhe pasioni sa janë çelësi i suksesit të vërtet.